këtë zonja Felaj, sepse unë nuk shoh për shembull asnjë nga kandidatët e listës të hapur të thotë, edhe kjo më duket një gjë e çuditshme, ndoshta e kam dhe pyetje për ju, ja kam bërë edhe kandidatëve të Partisë Demokratike në listë të hapur, pse socialistët për shembull duhet votojnë ty dhe jo Erion Braçën për të zgjedhur deputet, apo ku di unë, Blendi Gonxhe. Këtë nuk ma thot asnjë. Të gjithë kandidatët më kthejnë një përgjigje hipokrite. Edhe ata të PD-s edhe të PS-s më thonë, po jo ne jemi këtu për PS, ne si jemi këtu për PS. Dhe Felaj nuk e bëri, pak që në krye të herës konfirmoi nivelin e vështirësisë së garës. Për të tjerët po të them. Dhe asnjëri nuk ma kthen përgjigje se pse, ku di unë, socialistët apo qytetarët e Tiranës, dhe kam dhe pyetje këtë, përveç të konstatimit që kam pasur me kandidatët e tjerë edhe të Partisë Demokratike, të gjithë më kanë këtu një përgjigje që në gjykimin tim është hipokrite. Është hipokrite dhe ne e dim shumë mirë se çfarë ndodh në terren dhe çfarë ndodh me këtë sistem zgjedhor, dhe të gjithë më thonë po s'ka rëndësi emri, ka rëndësi. Jo, për mua ka. Për mua kjo është një përgjigje që nuk qëndron. Një njeri i cili është futur, ju vërtet jeni futur për ndihmuar Partinë Socialiste, se e tha dhe më përpara këtë. Po jeni futur për të zgjedhur deputete apo vetë apo jo? Dhe pikë së pari kundërshtarët politik sigurisht që është opozita po themi, ama kundërshtari i dytë janë dhe kolegët tuaj. Mos të tregojmë hipokrit kot. Dhe kjo është pyetja ime. Pse duhet votojnë ty për shembull ata që votojnë Partinë Socialiste dhe jo Erion Braçën për shembull, apo ku di unë Blendi Gonxhen apo Etilda Gjonin. Mund të ma jepni një përgjigje pjesë të listës së hapur? Pari u mendoj që të gjitha ata që ju ja keni bërë këtë pyetje, me logjik të thjeshtë duhet ta keni një përgjigje, sepse kjo është gjëja që ne komunikojmë çdo ditë me zgjedhjet. S'më kanë kthyer drejt me thënë, prandaj shpresoj të ma ktheni ju. Këtë përgjigje, mendoj që nuk ka për ta pasur asnjëherë. Dhe nëse e kanë kthyer këtë përgjigje, do të thotë që janë të qartë edhe për formulën, por edhe për pozicionimin e tyre në raport me të gjithë kandidatët e listës së hapur për marrim qarkun e Tiranës, me qenë se unë jam në qarkun e Tiranës. Se Felaj kur thoni janë të qartë, çfarë nën kuptoni? Secili garon me personalitetin e vet, me rekordet e veta të punës, me qasjet e veta publike. Ne nuk jemi të panjohur për publikun. Ne jemi absolutisht të njohur për publikun. Mjafton sikur vetëm celularin të shohësh për veprimtarinë e gjithë secilit dhe të krijosh një ide të qartë për çfarë ka bërë njëri dhe çfarë ka bërë tjetri. Për mua nuk është kjo vështirësia. Në kuptimin se si shkojmë ne te zgjedhësit dhe si përballemi. Për dikë dhe mund të jetë, por mendoj që nuk shkon fare, zgjedh më mirë të mos shkoj. Unë nuk kam zgjedhur të jem pjesë e listës së hapur. Votuesi është të votoj për PS-n. Gjëja e dytë i kërkoni votoj për ju, se kjo tani. Jo, mund të votoj edhe thjesht edhe vetëm për emrin sepse është votë. Edhe pa votuar për një subjekt politik. Dhe ky është ai sekreti i vogël i kësaj formule që potencialisht priret t'u japi vota partive të mëdha. Po them si fushat politike, kërkoni votën për forcën tuaj politike dhe unë kërkoj me fytyrën time, siç besoj gjithse kush e ndërton me fytyrën e vet. Qartë, qartë. Ka që ti besoj prioritet keni emrin tuaj. Por nëse ti nuk shkon me logon e zgjedhësit sepse nuk e ke provuar veten në ato mandat të dhënë, atëherë ky është një diskutim tjetër. Atë po e bëj pyetjen ndryshe. I ka ardhur momenti ta marrësh përgjigjen. Se ju i përfaqësoni më mirë socialistët në deputet se sa kolegët tuaj që janë listë hapur. Më fali, unë nuk jam e vetmja që do zgjidhem ndër 37 vet. Sepse ju kam juve këtu 6 deri në 9 kandidat që do dalin nga ajo 37 e listës së hapur. Kam ju, prandaj ju them ju. Për te modestisë, nuk shoh kolegë që i kam mbi vete. Kam përballur të njëjtat sfida si ato. I kam pasur kundërshtarin përballë, e kam provuar rrugën e pushtetit, në kuptimin që e kam parë se si funksionon pushteti, edhe duke qenë pjesë e drejtimit të pushtetit legjislativ, edhe duke qenë pjesë e pushtetit ekzekutiv. Kështu që e njoh rrugën e vështirë, unë vi nga opozita, dhe ne kur ishim në opozitë 2009-2013, ngritëm një betejë që e solli PS-n në pushtet, por kjo betejë nuk ishte kaq e thjeshtë për të ngritur, sepse nuk kishim asgjë, kishim vetëm fjalën, dhe vetëm mbi fjalën ngritëm betejë. Ndërsa sot, kur bëj krahasimin me kandidatët e rinj të listës së mbyllur, e bëj për faktin që, edhe unë kërkova dikur si shumë kolegë të mit, kërkuan pozicione të sigurta që të bëheshin pjesë e Partisë Socialiste dhe kjo është e natyrshme që të ndodhë kështu, por nuk shoh të përbashkët në angazhimin ton në atë kohë kur nuk garoni me emër personal, por garoni në emër të Partisë Socialiste dhe një pjesë të tyre se nuk mund të flas për të gjithë.
nuk i shoh që të bëjnë të advokimin e gjërave, e reformave, e gjithçka që ka bërë Partia Socialiste dhe të dalin me këtë emër dhe të marrin voton e socialistëve dhe atyre që simpatizojnë socialistët. Tu më vjen keq, po me sa duket që nga çështja e ndjeshmërie duhet ta ndjesh një vështirësi, ta përjetosh në lëkurë dhe pastaj të manifestohet çfarë do lloj gjëje që shkon në mbrojtje të kësaj sakrifice që tek e fundit për mua është njerëzore dhe është e mira shqiptarëve.